Një program financimi prej 250 milion eurosh për përgatitjen e biznesit për në tregun evropian do të hyjë në zbatim çkt vjesht. Kryeministri Edi Rama tha se bizneset gjenden përpara ndryshimit pandalshëm, integrimit evropian dhe transformimi është sfidues, por ai nënvizoi se sipërmarrjet do të kenë pranë tyre qeverinë me mbështetje nga ekspertë dhe programe të dedikuara. Pikërisht për t'ju gjendur pranë bizneseve në këtë përballje me të ardhmen që po vjen me shpejtësi tani më dhe në mënyrë të pandalshme, që është antarësimi në Bashkimin Evropian, ne jemi angazhuar në krijimin e këtij programi kombëtar, të cilin do ta mbështesim edhe me ekspertizën e UNDP-s, që do të angazhoj në funksion të programit ekspert të mirë informuar dhe të mirë përgatitur për të asistuar sipërmarrjen shqiptare. Jemi në kushtet kur na duhet nga një anë të rrisim mbështetjen për sipërmarrjen, gjë që e kemi bërë dhe do vazhdojmë ta bëjmë vijimësisht, sepse ky është sistemi i sipërmarrjes. Ky është sistemi i krijimit të vendeve të reja të punës nga sipërmarrja. Ky është sistemi i zhvillimit ekonomik dhe social përmes lulëzimit të sipërmarrjes. Ky është sistemi ku pa sipërmarrësin ka vetëm iluzione dhe humnera pas tyre. Dhe për këtë arsye ne duam që në radhë të parë sipërmarrja e vogël dhe e mesme shqiptare të ketë sot shansin që nëse ka kapacitetin e kurajos së mjaftueshme, e idesë së qartë për të nesërmen dhe të vullnetit domosdoshëm për ta çuar përpara idenë me kurajo, të ketë mbështetjen tonë. Mbështetja do të jetë e vlefshme për disa kategori biznesesh. Numri 1 i qeverisë tha se synimi është që sa më shumë biznese t'u jepen element për të përballuar rreziqet që sjell transformimi. Çdo sipërmarrës i vogël dhe i mesëm që ka gjithçka përveç financimit, do ketë financimin. Do ketë financimin me mbështetjen e qeverisë shqiptare, fal linjës së kredisë së Bankës së Shqipërisë dhe marrëveshjes që ne kemi bërë me bankat e nivelit 2 për interesa të ulta dhe financim domethënës. Një tjetër aspekt në këtë rrugtim është aspekti i rritjes dhe fuqizimit të sistemit të startupeve në Shqipëri. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian me fjalë shumë të thjeshta është Shqipëria bëhet sa BE-ja dhe BE-ja bëhet sa Shqipëria. Në sensin që nuk je më një sipërmarrës brenda kufive të Republikës së Shqipërisë, por je një sipërmarrës brenda kufive të Bashkimit Evropian. Vlejnë për ty njësoj rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian, edhe pse mund të jenë më imponuese dhe më kërkuese se sa ato që ke sot. Programi mbështetet në 4 shtylla kryesore. 2 shtyllat e para janë shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën, lidhen me vlerësimin e gatishmërisë së biznesit, si dhe me informimin dhe ndërgjegjësimet. Nga muaji tetor, ne duam të fillojmë një proces door to door, një proces ku do të trokasim në dyert e gjithë biznesave që kanë për të mbushur këto standarde, me qëllim informimin, por me qëllim edhe marrjen e informacionit mbi nivelin e përgatitjes së tyre.